أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai xhalla shanu. Selamat e dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve, të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë dhe sot me lejen e Zotit xhalla shanu, aty ku kemi mbetur nga pjesa e sinqeritetit për të folur rreth kësaj pune apo vepre të zemrës, të cilën neve e kemi filluar që 2 derse për veprën e parë që është sinqeriteti, për të cilën vepër ja vlen të flitet dhe të shkoqitet mirë dhe rrjedhimisht në mënyrë që neve si besimtarë të marrim mësim për arsye se kur rregullohet sinqeriteti i robit, zemra e tij rregullohen pastaj të gjitha veprat dhe janë të pranuara tek Allahu subhanahu wa taala. Për këtë sot do shpjegojmë për frytet e shpejta të sinqeritetit në dynja. Çfarë fryte ka në këtë botë ku lidhet ngushtë me botën tjetër, njeriu i sinqert, njeriu i cili është i mençur, është i sinqert me Zotin xhalla shanu. Njeriu i mençur dhe i sinqert, dashur vëllezër, e para është esenca e pranimit të veprave, është e sinqeriteti. Prej fryteve të sinqeritetit është që robi e din që esenca bazë e pranimit të veprave tek Allahu xhalla shanuhu është njeti i sinqert, është sinqeriteti për hir të Zotit. Për këtë njeriu i mençur, edhe adetet me njet, me sinqeritet i kthen në ibadete, dhe shkruajnë sevap para Zotit xhalla shanuhu. Për këtë gjërat të cilat janë mubah në esencë, janë të lejuara në esencë dhe janë bazë e jetës, robi me njet dhe me sinqeritet i kthen në ibadete. Për shembull, njeriu han bukë sepse nuk mund me mbijetu. Po robi i sinqert, i mençur, prej fryteve që i ka sinqeriteti i tij është që ky e bën njet, edhe kur han bukë, edhe kur pin, që më u forcu në devotshmëri ndaj Zotit xhalla shanu. Edhe për këtë ka sevap. Edhe bukën pastaj që e han, edhe ujin pastaj që e pin, shkruhet sevap tek Allahu xhalla wa ala për shkak se njeti i tij, qëllimi i tij është që më u forcu me bë punë të hajrit. Gjumin që e bën robi, që është pa të tërsueshme për njeriu me fjet, për arsye se nuk mund me mbijetu. Edhe gjumin kur e bën robi që është i mençur, e bën jetë që me fjet, me u zgjue, me fal sabahin, ose me fal namaznatin, ose me fal sabahin, me kohë tek Zoti xhalla shanuhu me u shpërbly. Edhe gjumin që e bën pastaj me njetin e tij, me sinqeritetin e tij, i shkruhet sevap periudha që flan robi. Për këtë me njet robi edhe me sinqeritet arrin grada të larta. Arrin edhe gjërat të cilat janë adet më u bë me i kthy në ibadet. Edhe adetet me i kthy në ibadet. Këtë e bën robi i mençur, robi i sinqert tek Allahu xhalla shanuhu wa taqaddasat asma'u. Çështja tjetër dashur vëllezër, nga frytet e sinqeritetit është që njeriu bëhet i pranuar tek zemrat e njerëzve. Kur robi është i sinqert, mas pari me Zotin e tij, pastaj me krijesat, ai njeri është i pranuar tek njerëzit. Njerëzit e dojnë, njerëzit folin mirë për te. Njerëzit nuk flasin keq për të, është i dashur në zemrat e tyre. Këtë nuk arrihet me dredhina, nuk arrihet me mashtrime, nuk arrihet me gënjeshtra. Sepse gënjeshtra i ka këmbë të shkurta, shumë shpejt del në shesh. Njeriu i sinqert është ai i cili futet në zemrat e njerëzve dhe dashuria ndaj tij është tek zemrat e njerëzve. Për këtë arsye dashur vëllezër, thot një prej njerëzve të mençur, një prej ulemave të Islamit, qad qila li Hamdun ibn Ahmed al-Qassar, i është thënë këtij Hamdun ibn Ahmed al-Qassarit, ka qenë prej njerëzve të dishur, ma balu kalami salaf anfa' min kalamina. Ka thonë,
këtij dietari ka thonë xhamati i tij. Thonë çka është puna? Ka thonë fjalët e të parëve tonë, selefuna salih, të parëve tonë, është më e dobishme se sa fjalët tona që janë shumë të shumta. Pse? Cili është qëllimi? Ka thonë qal li'annahum takallamu li'izz al-islam wa najati an-nufus wa rida ar-rahman. Ka thonë sepse ata kanë folë për tri gjëra. Li'izz al-islam. Kanë folë, kur kanë folë ata kanë folë me ngrit islami. E Allah azza wa jall. Wa najati an-nufus, kanë folë për me shpëtu njerëzit nga zjarri i xhenemit. Wa rida ar-rahman, edhe kanë folë që me kënaq Allahun xhalla shanu. Allah me qenë i kënaqur me ta. Wa nahnu natakallamu li'izz an-nafs, ndërsa ne ka thonë flasmi, kur flasmi na, qëllimin primar e kena çush më ngrit vet. E dyta, wa talab ad-dunya, wa talab ad-dunya. E dyta thot flasmi si me arrit dynjan, materiale. Wa qabul al-khalq, wa qabul al-khalq. Edhe flasëm çush me qenë me të pranuar të njerëzit. Ky është dallimi thot mes parëve tonë dhe neve. Për këtë, robi kur nuk është i sinqert, kur dëshiron që me fjalët e tij me ngrit veten e tij, me arrit dynjan nga materialja dhe me arrit kënaqësinë e njerëzve, nuk e arrin. Nuk mundet me arrit. Për këtë parët tonë, fjalë pak, a më dashur në zemrat e njerëzve. Kanë dobi fjalët e tyne tek ne, për arsye se kanë folë për me ngrit dinën e Zotit. Fjala e tyne është me ngrit fjalën e Allahut azza wa jall, para gjitha fjalëve tjera. Kanë folë që mi shpëtu njerëzit, me ia tregu rrugën e drejtë, me qenë Allahu xhalla wa ala i kënaqur. Për këtë aludon në sinqeritetin e tyre. Për këtë edhe fjalët e tyne janë më të vlefshme tek ne se sa shumë fjalët tona që ne i flasim. Sepse nëse robi fol me ngrit veten e tij, me fitu dynjan, edhe me u pranu tek njerëzit, edhe nëse janë fjalë të Allahut dhe pejgamberit, nuk mundesh me arrit kënaqësi. Për arsye se Allahu xhalla wa ala e don të sinqertin. Ai që është i sinqert, ai arrin tek Allahu xhalla wa ala. Ai që nuk është i sinqert, nuk mundet me arrit. Për këtë Imam Malikut rahmetullah alayh, Imam Malik ibn Anas, i kanë thonë kur e ka shkruar librin e tij El Muwatta, në fiqh, në hadith, që është libër voluminoz i hadithit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, që përfshihet dini i Zotit. Ta i kanë thonë çka po lodhesh? Pse po lodhesh, ka thonë, me shkruti libër ku para teje kanë shkruar sa njeri, sa dietari kanë shkruar libra, e kanë shkruar Muwattaja, e kanë shkruar hadithet e Rasulullah, ti mos u lodh fare hiç. Ka thonë, do ta shihni se cila Muwatta do të mbetet. Do ta shihni më vonë se cili libër i hadithit do të mbetet. Edhe nuk ka mbet nga Muwattaja të shkruame, vetë se Muwattaja e Imam Malikut. Nuk ka tjera përveç se Muwattaja e Imam Malikut, për arsye se ky njeri ka qenë aq i sinqert me Allahun xhalla wa ala. Aq ka qenë i sinqert, sa që kur ka fol për hadithet e Rasulullahut, është pastru, e ka vesh gjybën më të mirë, teshat më të mira, parfumin më të mirë, koltukin më të mirë, edhe është një miza në mezhlisin e tij. Për arsye se ka thonë po flas me fjalët e Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam. Këtë edhe është njeri i sinqert të dashur vëllezër, tek Allahu ngritet. Është i dashur tek njerëzit. E doj njerëzit njeriu i sinqert. E urrej njerëzit njeriu i cili nuk është i sinqert. E urrejnë dhe nuk flasin mirë për të. Për arsye se njerëzit janë më këmbësit e Zotit tokë. Për këtë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur një njeri kalon një xhenaze, edhe 3 vetë thonë ka qenë njeri i mirë, ka thonë ashtu është. 3 vetë më thonë ka qenë njeri i lig. Wallahi ashtu është, për arsye se njerëzit e sinqert janë në zemrat e njerëzve. Njerëzit e lig nuk janë në zemrat e njerëzve. Nuk janë në zemrat e njerëzve. Për këtë robi duhet me pas kujdes dhe me qenë i sinqert të dashur vëllezër. Çështja tjetër që është shumë e rëndësishme prej fryteve të sinqeritetit është që Allahu xhalla sha'nuhu njerëzit e sinqert ja u mundson me arrit fitore kundra armikut. Edhe nëse janë të dopt, edhe nëse janë të dopt në numër, edhe në forcë.
Sepse Allah Azza wa Jall çka ju thot sahabeve të Resulullahut në surën Al-Fath, ajeti 18, thot laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalat as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Allah Azza wa Jall ju thot besimtarve, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Allah është i kënaqur me ata besimtar o Muhammed, idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, kur ta dhan besën në hijen e pemës. Kur ja kanë dhënë besën? Në marrëveshjen e Hudejbis. Në marrëveshjen e Hudejbis, ata të cilët e din historinë e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, është hap lajmi që e kanë vrarë Uthman ibn Affanin, e kanë tradhtuar mushrik dhe e kanë vrarë një njeri që e ka dërguar ambasador Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambasadori nuk vritet. Edhe i ka ardhur lajmi që e kanë vrarë Uthman ibn Affanin. E Resulullah ka marrë besatim prej sahabeve, me ia dhënë besën që asnjë mos më u kthy pa e marrë hakun e Uthmanit. Kritja kanë dhënë besatimin në hijen e pemës, të sinqert në zemrat e tyre. E Allah po thot, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah është i kënaqur me ata besimtar të cilët ta dhanë besën ty në hijen e pemës. Fa'alima ma fi qulubihim. E diti Zoti tha çka kanë në zemrat e tyre. E diti Allahu çka kanë në zemrat e tyre prej sinqeritetit. Pastaj tha Allahu, anzala as-sakinata 'alayhim, e zbriti qetësinë në zemrat e tyre, wa athabahum fathan qariba, edhe ju premtoi atyne që keni me shtiru Mekën shumë shpejt. Për çfarë me shtiru Mekën shumë shpejt? Fa'alima ma fi qulubihim, e diti çka kanë në zemrat e tyre. Pra Allah Azza wa Jall nëpërmjet njerëzve të sinqert bën që të shlirohen vendet. Bën që të shlirohen vendet. Edhe u shliru Mekka sepse Allah Azza wa Jall ju premtoi që ju jeni të sinqert. Unë e di çka keni në zemrat e juve. Me kësi njerëz shkohen kauzat e para. Me njerëz të sinqert shkohen kauzat e vendit të para. Jo me njerëz të pasinqert. Kur Allahu shes sinqeritet në zemrat tona, na çon bereqet, na çon shtetin të para, na i mundson çlirimet shumëta, begatit shumëta. Po kur Allahu xhalla wa ala nuk shes sinqeritet në zemrat tona, nuk shkojnë atë para. Argument ky ajet. Për këtë ulema kanë thonë prej fryteve të sinqeritetit është që Allahu ja mundson çlirimet, ja mundson me shku te para. Ja mundson me çu vendin te para, me bëj çlirime sikurse që e pan sahabët e Resulullahut. Çlirimin e Mekës për shkak të sinqeritetit të tyre. Edhe ato pa luftë, edhe ato pa luftë fare hiç. Andaj dashur vëllezër, sinqeriteti lypset prej neve. Kur Allahu nuk shes sinqeritet në zemrat tona, është droç që na i merr edhe atë nimet që e kemi. Atë mirësi që e kemi na i merr krejt. Për këtë muslimani duhet me pas kujdes. Ti që ke përgjegjësi dikun, edhe je dikun përgjegjës në një administrat, në një vend publik, ki përgjegjësi shumë madhe, duhet me qenë i sinqert me Allah. Po nuk je i sinqert me Zotin xhalla wa ala, vaj halli për ty. Vaj halli për ty. Për arsye se përderisa neve nuk e shikojmë pronën publike më mirë se sa pronën private atëherë, vaj halli për neve. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadith, cilën transmeton Nesaiu, inma yansuru Allahu hadhihi al-ummah bi dha'ifiha, bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Allahu Azza wa Jall thot e ndihmon këtë ummet me të dobtin prej tyre. Ma i dobti prej tyre. Qysh? Bi salat, bi da'watihim, me duat e tyre, lutjet e tyre. Ai s'ka mundësi, po bën dua. Wa salatihim, me namazin e tyre, wa ikhlasihim, edhe me sinqeritetin e tyre. E ndihmon ummetin Allahu xhalla wa ala me njerëzit më të dopt. Ai s'ka mundësi me ndihmue atij që është duke u shtyp. S'ka mundësi me dal ndihmë fizikisht, as materialisht, po bën dua tek Allahu xhalla. Allah ja pranon lutje. Fal namaz për Allahun xhalla wa ala. Allah ja pranon namazin. Është i sinqert në lutjen e tij, është i sinqert në davetin e tij, në thirrjen e tij, në lutjen e tij, në namazin e tij. Allahu xhalla wa ala me këtë lloj njerëzve i ndihmon. Prandaj jo rastisht Allahu xhalla wa ala nuk ka premtuar shlirimin e Mekës për shkak të alima ma fi qulubihim, për shkak se e pa se çfarë kanë në zemrat e tyre
sahabët e Rasulullah sa janë të sinqertë në kauzën të cilën e kishin para tyre. Prandaj secili prej neve duhet me pyet veten e tij se sa është i sinqert në kauzën që e posedon. Sa është i sinqert? Sa ka sinqeritet në namazin e tij? Në qëllimin për me shku në xhenet dhe më largu nga zjarri i xhenemit. Sa kem sinqeritet këtë punë? Apo veç kem qef? Kam qef me i në xhenet. Ai ka qef gjithkush. Po sa jam të sinqert, sa na dha mund sakrificë, sikur shokët e Resulullahut, që me arrit kënaqësinë e Zotit xhallahu ala, që me zbrit Allahu ajete për ta. Laqad radiyallahu anhum. Allahu thotë është i kënaqur me ta dhe kjo lexohet deri ditë kiametit. Ata mërmenja ty dhe mu që Allah zbret ajet për njerëz që nuk janë ndjes zemrat ata? Ja. Ka zbrit për ata që i kanë pas zemrat të lohatshme, për ata që e kanë fsheh mosbesimin dhe e kanë shfaq Islamin. Në surën Taube të munafikat e dyftyrshët, i kanë nënshmu, i ka poshtru, ja u ka tregu intrigat e tyre nëpërmjet ajeteve të Kuranit. Po edhe tregon për të sinqertit që me këta njerëz shkohet e para, qohet kauzat e para, qohet dini i Zotit, çlirohet vendi me njerëz të sinqertë. Wallahi edhe tek ne mos me pa pas njerëz të sinqertë që e kanë kap pushkën kundër armikut. Kur nuk ish me çliru. Ata e kanë bindje në Allah, edhe kjo çështë është. Se për sa kem pas na forcë, e sa kem pas na fuqi, e sa kem pas na individ dhe ushtri, sot i kishe armiqt këtu. Po njerëz sinqert me Zotin Masvari, pastaj me kauzën e tyre dhe me kauzën tonë. Tani Allahu xhallahu ala e bën që të çon njerëz tjerë, e çon miq, e çon rrethana që ti më ushtru pastaj. Çon Allahu xhallahu ala rrethana të ndryshme. Sepse e ndihmon robën e vet, e ndihmon fenë e vet, e ndihmon robët e tij, edhe me shejtanin e ndihmon. Çudi, ama edhe shejtanin e çon me ndihmu pastaj. Sikur se rasti asaj gruas të sinqert në Angli, e cila kishte thirrë me një radio dhe kishte kërkuar ndihmë, ka thonë jo muslimane nga Somalia, jo me varfër, po jetima, a ka dikush në mundësi me ma dërgu një shport me ushqim? E ndëgjon një ateist multimiliarder, e ndëgjon dhe i thot punëtorëve të vet, çon janë filon adresën, edhe kur të pyet, nëse të pyet kush ja ka dërguar, thuj shejtani. Edhe shkon ja dërgon po shportin me ushqim, edhe pe merr po e fut mrena, edhe s'po vet hiç se muslimani nuk vet për sadakon e tjetrit. Allah ja shpërbleft kaç. Tha s'po pyet kush ta ka dërguar, tha jo, tha po kush e ka dërguar, tha shejtani. Tha mara Allah. Elhamdulillah, tha që kur don me ndihmu robën e ton, edhe shejtani ja çon te dera me ndihmë. Edhe ky njeri thuhet që u bë musliman për shkak kësaj pyetje. Për shkak kësaj përgjigje të asaj besimtarja të sinqertë, që e ka ditë që Allahu xhallahu ala e ndihmon robën e sinqert, edhe nëpërmjet shejtanit. Edhe nëpërmjet shejtanit alayhi la'natullah. Për këtë arsye, Allahu xhallahu ala njerëz të sinqertë i ndihmon tash. Kauzat e tyre ju ndihmon. Për këtë muslimani duhet me pas kujdes me qenë i sinqert, sepse nëpërmjet sinqeritetit të tij i shumë fishon veprat e tij. Kjo është prej fryteve që është e katërta më radh. Prej fryteve të sinqeritetit është që punët e vogla i bën të mëdha. Njëti i tij, ashtu siç kem thënë edhe derset e kaluara, Abdullah ibn Mubarak u thot: "Rub amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyya." Sa punët e vogla i ka zmadhu njeti, i ka bë kodra. I ka bë kodra. Pastaj thot: "Wa rub amalin kabirin tusaghiruhu an-niyya." Sa punët e mëdha i ka zvoglu njeti sinqeriteti, u zvoglu sinqeriteti, u zvoglu. Në qëfëse robit, ka në hadith, e jep një hur me sadaka, për hirë Zotit xhalla sha'nuhu, është shumë i sinqert, ka në hadith që Allahu azza wa jalla merr në dorën e tij, e run, e zmadhën dhe bëhet sa kodrat ditën e gjykimit. Bëhet sa kodrat ditën e gjykimit. Për shkak të sinqeritetit. Për shkak të sinqeritetit, sepse Allahu nuk e pranon vetë të sinqertën, vetë të sinqertën. Gjithashtu dashur vëllezër, prej fryteve të njeriu të sinqertë dhe sinqeritetit është që robi i sinqert vazhdon me punët e mira dhe nuk i shikon çka thonë të tjerët brapa. Kur robi është i sinqert me kauzën e tij, me dinin e Allahut azza wa jall, dhe e ka synim xhenetin dhe mu largu nga zjarri i xhenemit,
ai nuk e ndalon asgjë nga puna. Nga punët e mira, nuk e ndalon asgjë. Gjithmonë ka me vepru vepra të mira. Gjithmonë ka me qenë në veprat e mira. Nuk e ndalon asgjë. E ai që nuk është i sinqert me Allah, ai nuk mund me vazhdu gjatë. S'mund me vazhdu gjatë. Një njeri që s'falet për hir të Allahut, s'mund me vazhdu gjatë. Një njeri që nuk vjen ashtu siç duhet në xhami, në sinqeritetin e tij, në sadakën e tij, në kauzën e tij, nuk mund me vazhdu. S'mund me vazhdu. E lën diku, pse? S'është i sinqert me niyetin e tij. S'është i sinqert me Allahun, se ka për Allahun azza wa jall. Ai që e ka për Allahun, ai e vazhdon, kur nuk e ndalon. Kur nuk e ndalon. Për këtë arsye, gjitha ato frazat që thonin me njerë mastute, halabile do vazhdojnë, këta që po falen marin pare këta, pi paguajnë arab, ta pi paguajnë majme se për ditë në xhami shkohet, po mirë vaj, që 20 vjetë të falen. Me kanë që është për pare, ma t'i beja kish langit, unë i shku në Zvicër në pënuaj. Së është kjo punë me pare, se kam nuk bolesë, se pi paguajnë valla tu. Ani vnohet që po të paguajnë, jo, e po të trust. Nuk është puna me pare, se kjo punë nuk është me pare. S'mon për me konë me pare namazi, as agjerimi, as në zeqati, as haxhi, as mbulesa. Nuk mujnë ma ushty këto me materialen, sepse nuk mund shpirti me e bajt. Qëfse so shpirtnisht për Allahun, e len, po kur është shpirtnisht për Allahun, kur nuk e len, e vazhdon punën e mirë, e vazhdon namazin e tij, në borë, lëqë, shi, ku do ko është ai, në kulëm, jashtë kulmit, në zheg, nuk e lena, se e din që o ka uz, e din që pa namaz është shtirë me një xhenet, e din që namaz është shtyllë e fes. Andaj sinceriteti e bën që robi të vazhdon të dashur vëllezër, të vazhdon të jetë në kauzën e tij dhe mos ndalet kurrë në veprat e mira. Prej fryteve gjithashtu të sinqeritetit është që Allahu azza wa jall ja u pranon duat, ja u zgjeron gjoksin dhe i bën të lumtur, ata të cilët janë të sinqertë. Njeriu i sinqert është i lumtur. Sepse kur je i sinqert me Allahun, Allahu zbret sekine, zbret qetësi në zemrën e robit. Qetësia e sjell lumturinë, edhe nëse jeton me një kasollë. Edhe nëse jeton me një kasollë 2-2. Ama kur e ki qetësi në zemër, kur e ki imanin, je i sinqert me Allah, je i qetë, je i lumtur. Ndërsa ai i cili nuk është i sinqert, ai që nuk ka iman, që imani i tij është i dopt, ai nuk mundet me qenë i lumtur edhe nëse jeton në pallate, s'mund me qenë. Nuk mund, për arsye se Allahu xhalla ala lumturinë e vërtet e ka lidh me dinin e tij, me Kur'anin famlar, me sunetin e Resulullah, me sinqeritet për Allahun. Kjo është lumturia e vërtet. S'ka lumturi materiales. Po të ishte lumturia materiales, perëndimin e ke shkalu moti. Ata janë më të pasur se na. Ama vujnë për depresionit më shumë se çdo kush. Vetvrasjet janë më shumë se çdo kund. Pa lumturia është e theksuar. Kalon rrugës të flet thuti ja ke vrarë këtë tropt. Për to më e rëndësishme oni çan se një fëmijë. Sa ke lumturi? Nuk ka kjo lumturi. Kjo është mërzi, kjo hakaret. Po nuk e din. Lumturia vërtet është tek Allahu subhanahu wa taala dhe tek sinqeriteti i robit. Dhe dashur vëllezër dhe e fundit dhe pa e përfundojmë pastaj për të vazhduar prapë me sinqeritetin e dersit të radhës është që me qenë robi i sinqert, Allah subhanahu wa taala ja u mëson që kur një popull është i sinqert, ja u mëson rregullimin prej poshtë lart edhe prej lart poshtë. Kur të gjithë mundohen të jenë të sinqert, Allahu e rregullon edhe udhëhecin, edhe xhamatin, edhe popullin, edhe krejt. Edhe punojnë për kauza. Kur nuk ka sinqeritet, s'ka pasaj as prej poshtë lart, as prej lart poshtë. Kur robi është i lidhur me Allahun xhalla shanuhu, kudo që të jetë ai, kauza e tij ka me vazhdu, dhe sinqeriteti i tij e bën që Allah azza wa jall me çu bereqet në veten e tij, në familjen e tij, në rrethin e tij, në shoqërinë ku jeton, duke lutur Allahun azza wa jall që të na bëjmë prej njerëzve të sinqertë, na bëjmë prej atyre që Allahu xhalla wa ala është i kënaqur me neve, na bëjmë prej atyre robërve ashtu siç tha për sahabët,
laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim. Allah është i kënaqur me besimtarët dhe e diti sinqeritetin e zemrat e tyre kur ta dhanë besatimin në hijen e pemës, duke lutur Allahun që të ndjek me rrugët e tyre. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.